që datë, që tu, ma ke që filan fistekun, kështu, i a ke ofru qëta, pra ti e i korruptum, se po mundu është me i korruptu edhe deputet e mi, po kjo nuk dhejës të janë. Kuj ka provu të gjitha format që me përshku në LDK, me dëmtu LDK-n dhe sot i ofran bashkëpunim. Nuk është ftesë për bashkëpunim kjo për LDK-n. Kjo është politike shumë e mjetina. Kjo është ftesë. Është një partije që është si LDK. Po bre, unë nuk e kam, se kam unë problemin në këtë pik tash me Albin Kurtin. Unë e kam problemin me LDK-n pse nuk po i përgjigjet që shë meriton Albin Kurti. A ti do është mjë përgjigj me gjuhën që... Të parojmë, Albin Kurti i ka 42% të qytetarëve që kanë votuar. 42.3. Punë e madhe. Që në shumicën shqiptare përkthehet në 47 ose 48%. Po edhe? Si pas Unë e madhe. Izolua ato. I ka pas edhe 50.1, punë e madhe. I ka pas më në S'ka pas nevoja, atërë dhe s'ka pas hapësirë që të bëj dikush tjetër qeverin. Sot ka hapësirë që dikush tjetër. Ska që apo më pëlqen shumë, është fakti që ndoshta Vullneti po e shpërfaq shumë mirë, është fakti që në asnjërin prej këtyre diskutimeve na nuk flasim për çfarë pozicione qeverise, ideologjike, qëndrojnë se cili për tëne. Domethënë, u bo okej me full partis mja lujt. Këtu nuk e kem... Vesh mja lujt. Po, këtu nuk kem as një diskutim sa i përket llojit të qeverisjes, për çfarë do të angazhohemi, edhe për cilat tema që janë të rëndësishme për vendin. Dhe përderi sa po flasim, për këta 3 muaj të kësaj situatës pa krye, Kosova ka hup antarësimin në Këshillit të Evropës. Unë e kom hallin që kanë më mshel fabrikat. Kjo loja që pespare nuk janë të i dhonë. Unë e kom problemin që kanë më mshel fabrikat. Domethënë, momentin që futet biznesi i madh, prodhues, në vendimin e ri, pas qershorit, neve kanë na mbyll fabrikat, kapacitetet prodhuese që deri tash i kemi ndërtu. Nën qeverin e vetëvendosjes Kurti duaje të ndën prodhuesi vendor në Kosovë 10 vjet e fundit asnjëherë nuk o godit më shumë. Neve na kanë thënë ata gjithmonë çka na duhet të Ulleksit, të vi për drejtësi e kështu, neve na duhen fabrika, duhet investojmë. Po, dhe tash i kemi vendos në treg të lirë, ku veç një ofertuesa i cili sot ka qu ofertë 264 euro për megawatt orë energji elektrike për prodhust, që është 3 fishi i çmimit tregut për të njëjtit në rajon. Dhe është mbi 4 fish... Sa është burs tash? Jo mëra, as 80 nuk i kemi. As 80, e blen me 36, e shet me 264. Dhe këta të quajnë letra njëri tjetrit, dhe hina në këtë betejën e fjalamujtjes, edhe që 3 muaj dit, spaku nuk e kemi ndëgju asnjëherë të mallin Besnik Bislimi e Kuran Murati të folë për temat e ekonomisë. Asnjëherë. Se kena dëgju. Ai në detyrë. Naim. Në shtab është Bislimi ala. Jo, Hekurani. Hekurani. Jo, Hekurani nuk është detyrë. E çka tash Hekurani, sa i po deklarohet? Deputet. Është ministri i financave. Është zëvendës ministri. Kush? Zoti Zogjani. Kush ato e ushtru? Ky djali, ky Cili? Njët Agron Dobruna. Kush ato e ushtru pozitën e funksionin e kryeministrit? Do të me ushtru zëvendës kryeministri. O kush ato me ushtru? Do të ushtru. Në vendime nuk ka. Deputeti Kurti. Deputeti Kurti. Ama nuk ka ushtrim, nuk mund me ushtru. E tash, kush për arsyeja është me shku me inauguru ose me qido beton që të Asa to së mund me bo. Ose ti të shku si kryeministër në detyrë. Edhe Liburnali jo përshkon si ministër. Ministri Libuni është në rregull. deputet. Ndërkohë këta 15 prill janë veç deputet. Besnik Bislimi sa deputet, rregull. Dhe çojmë një haptutje këta. Ku problemi është kryeministri normal. Ku problemi për mua esencialisht i kësaj elite politike. Është që po jetojnë me një me që Vullneti këtu po e thëmë, Big Brother politik, dhe janë të bëjtë që loje. Domethënë, loja është entertainment, nuk është loja politik. Politik bërje, zhvillim dhe mirëqenje. Në funditës, kur garon, spaku, unë kur kam garu me Aidën, kemi garu me një ide që po angazhohemi për jetë më cilësore për qytetarët e kësaj republike në kuadër të një konstrukti ideologjik të cilin kemi besu na dhe një programi cilit ju kemi zotu. Këta nuk e kanë të qëllim dhe nuk besojnë program në ideologji? Jo, këta e kanë kuptu fatkeqësisht që jemi shëndru në konsumus të
infotainment, showbizit, dhe janë të ramoj që aty. Në më thonë, kjo është verzion modern i cirk dhe buk, veç këtu buk s'ka. Veç cirk. Edhe mënyra si që dojnë deklarata para kuvendit është ashtu, show business pak a shumë, u ik, pak të dal, pak se nuk jam shumë normal për me fol. Kjo i krijon për mua dy probleme serioze. E para, që nuk ke mo ambasada me na thirrën takim, e pra po është përfaq, shumë me thonë, inkompetencën dhe pa përgjegjësinë politike e publike të këtyne. Pra sot dikush mi thirrë dhe me thonë, ngani se ju keni një farë përgjegjësia, ju kena... Ndë si kam bërë 18 vjeç, 17 qëta ti kemi. Mëre, këta nuk janë as të 14 vjeçari. Kush? Qëta. Kë, e A përshese negative të... Për jashtim 1-2. Që s'po përfshihet Për jashtim 1-2. ambasadat? Kush janë? Ja dy? Po menoj që deri tash, veç një subjekt politik nuk e kemi pas sfidum politikisht. Që është PDK-ja, në që diskutim. Dhe në momentin që sfidohet politikisht, e shohim veprimin e saj. Deklarimin dhe qëndrimin e ka si qëta Naimi ligjërisht pastër, në aspekt të vijave kushtetuese dhe politike. Por, ku jemi hi 16.1% për qytetar individual, për Rryma. 264 euro megawatt orë. 4 herë ma shtrejt se që e kam pas, 2 herë diçka ma shtrejt se që është në treg, çmimi, dhe ma i